6 ditë mbrapa demonstratës. 6 ditë mbrapa demonstratës. Po 14, po ke drejt, 6 ditë. 6 ditë mbrapa. Pas kanë qenë shumë eficiente gjykatat atëherë. Po isha urdhri Ramizit t'i dënojmë në mënyrë spektakolare që të mësojnë tjerët U dënove? Po, u dënova, mirë po ra bashkëpunimi, se unë dola tek në gjyq. Ishin dënu 10 tjerë, unë dola tek, thash ku i kam bashkëpunëtorët, se neri 13 jo po ke qenë, unë du të dënohem bashkë me bashkëpunëtorët, ku janë? Me pato si ishe mësu që ti kërkoje llogarim gjyq. Si ishe mësu që të talleshe me oficerë sigurimi që më dolën dëshmitar. Like it matches që bën këtë opinionistin, analistin. I Arben Meçës. Po. Pra, do më thonë, ra neni 13, ku janë bashkëpunëtorët? Unë du të dënohem bashkë me bashkëpunëtorët e mi. Ra neni i thyeres dyqaneve, ra neni goditjes personit zyrtar për ka, po ti ke bo thirrje ushtarëve të kufirit dhe ato kanë ullo automatikun. Po. Ku është goditja personit zyrtar për shkak detyrës? Sa as nuk i kanë fyer. Me autoritetin tim ato zgjodhen midis komisarit të pikës kontroll kalimit kufirit dhe fjalës time zgjodhen fjalët time. Që ti bëjmë se një gjuhë komisarin. Domethënë këto janë naive tani, por atë kohë ishin pak veçanta. Edhe sa u dënove? 6 muaj burg. Sa muaj burë deri në 31 mars? Jo, sepse në datën 28 dhjetor u hap fjalë që do vishin tragetat nga Amerika me tanke me autoblinda, po më ti do zbarkoshin Durrës në Amerika me tanke me autoblinda dhe ne nga mrena burgut do sulmonim trupat që mbronin portin, plazhin, do i binim as shpine me Demek. Po. Domethënë idiotizmat një regjimi të dërguar, domethënë. Edhe na transferuan burgun e Spaçit, se deri atje nuk arrishin tanket amerikane deri në burgun e Spaçit. Në burgun e Spaçit pastaj për ditë, nëse në fillim kur shkum ditën e parë isha ai kordoni që gjushin me grushta me shkelma i policëve, po prap policët kur i shahin nga mama kishin frikë, nuk ishe pak që Gjon Rica, Gjoni Qenit kishe frikë në burgun e Spaçit, se ishe nga fytyrat më të egra atje, po kur e shahin nga mama kishe frikë. Nuk ishe gjë e pakët, po se diti që po ndodhte ndryshimi, prandaj. Po, javën e para, nga 10 janari, ndodhi demonstrat në Rrëshen, i ranë me tulla me shishe qumshi policisë në Rrëshen. Rrësheni 5 pallate, 10 shtëpia gjësejt. Ndodhi demonstrat në Lushnjë që e dha dhe televizori Tirana. Domethënë kur Lushnja del demonstrat, domethënë